Shtëpia më e famshme në Shqipëri është përfshirë nga një debat i paprecedent dhe me tone të jetë ashpra mes dy banorëve, DJ Gimbo dhe Mirit. Një përplasje kjo që ka nisur që mbrëmjen e djeshme dhe ka vjuar me intensitet të lartë edhe gjatë ditës së sotme. Ndonse fërkimet mes tyre kanë qenë konstante, orët e fundit kanë shënuar një pikë vlimi që ka kaluar çdo limit të komunikimit normal. Shkak i këtij konflikti të hapur është Berselini, i cili aktualisht gëzon një raport të afërt me Gimbon, gjë që nuk është pritur mirë nga Miri, i cili kishte krijuar një raport me të para se DJ Gimbo të bëhej pjesë e shtëpisë. Gjatë përplasjes, e cila ishte shumë më ashpër se në të kaluara, Gimbo i nxjerrur i është drejtuar Mirit me fjalë të rënda dhe akuzuese. Ti je pedofil, i ke 40 e sa vjet dhe thua ajo ka qenë single, s'ka lidhje, a? Ka ndenjur se ka qenë single, prandaj je pedofil. U shpreh ai, duke pretenduar madje se këtë gjëja ka thënë dhe babai i vajzës. Tensioni u rrit edhe më shumë kur Gimbo vjoi me fyrje dhe kërcënime të hapura. Ti je legend, ti ke ardhur brenda dhe të kanë dalë krejt fytyrat që i ke, e unë kam me ta nxjerrë një fytyrë që i ke, edhe këtë fytyrën e viktimës. Të ishim jashtë e diun se çfarë do të bëj aty. Unë meshkut se ti i njoh shumë mirë. Nga ana tjetër Miri nuk i ka kursyer kundërpërgjigje duke i quajtur Gimbon pis dhe duke e mbrojtur me faktin se Selini ishte beqare gjatë kohës që ata qëndronin bashkë. Ndaj paralajmërimit të Gimbos se do të nxjerrë fytyrën e vërtet, Miri është kthyer prerë. Ti nuk ke shanse.